Shpërndara, koha, drita e diellit perëndonte shumë shpejt, neve nuk kishim domethënë shpeshherë na zinte nga fil, themi ne, edhe kështu që kur e shikoj të montuar tani dhe të përfunduar. Si ja kemi dalë. Wow, po kjo sigurisht edhe merita. Cile ka qenë dita apo skena me më shumti orë xhirimi? Shumti orë xhirimi ka qenë në pallatin e brigadave, për ata që nuk e dinë, ishte, themi ne, shtëpia e Mbret Zogut, Mbretëreshës. Në vite sot është pallati i brigadave në Tiranë, diku afër Saukut. Aty është një mbrëmje galale, themi, bëhet promovimi i një eventi. Dhe dy personazhet kryesorë që mund dhe Orsi Biluku, dy detektivët, vjen pas një hajduteje që ka vjedhur një orë me vlerë. Që është Luana. Aty janë ato... Aty përplasemi, kemi të dojnë gjitha, edhe pak dans, edhe pak aksion, edhe shumë humor. Kështu që ka pasur dhe gati 150 figurant, kemi xhiruar 2 ditë rresht atje. 2 ditë rresht. Edhe ka qenë si sa e lodhshme, pa edhe kemi bërë qef, si me thënë, edhe kështu në ritëm, si 2 ditë xhirimi. Por, ja, ajo mund tjetë skena më, le themi, plotë. Duke ditur dhe Olsin, besoj mund ta ketë vështirësuar ndonjëherë edhe setin e xhirimit, apo? Olsi ka unë ja them shpesh edhe atit, po edhe publikisht, jam adhuruesi talentit që ka ai për të prodhuar humor edhe nga hiçi. Ai është, kur thotë Aldo,